4 herë do e bërë si gjendje. Do të hedhim vezët një nga një derisa të arrihet kjo kështu shkuma. Edhe do ta bëj vetëm me miell mistri. Kështu do t'i rajmë edhe vezët e tjera. Do bëjmë shumë pak sa për shtëpi. Këtë të gjitha shkum. Ja. Tani do hedhim edhe miellin e mistrit. Zot, çfarë ngjyre ka ndalë nga vezët e fshatit. Do të frezojmë dhe pak. Edhe pasaj do të vendosim me dorë në tepsi. Kjo e verdha këtu ka dalë në këtë ngjyrë kaq perfekte nga vezët e fshatit dhe unë kam përdorur vetëm miellin Dieta, miell mistri i verdh. Këto bukuroshe do t'i vendosim këtu. Sa të ftohen, edhe direkt do t'i vendosim të kjo tabakaja kështu e bukur. Që mua më pëlqejnë këto gjërat antike shumë. Jo, po i bëm vetëm me elbasani, ballokumet. Mam, një sekond. Jo, si bëm vetëm me elbasani. I bëjmë dhe në të tjerat. Dhe janë vetëm me vezë fshati, të freskëta dhe miell mistri të verdh, Dieta. Fantastike.